përdorën një prell të re 100 kilogramshme, trupat ukrainas e shkatrojnë fortesën ruse. Një armë e re e zhvilluar nga një antar i Brave One, një grup ukrainas i specializuar në zhvillimin e teknologjive ushtarake, është testuar me sukses në vijën e frontit në Kherson. Sipas burimeve zyrtare, gjatë testimit të saj, një fortesë ruse është shkatruar duke përdorur një prell që peshonte 100 kg. Brave One nuk ka bërë publike detaje mbi karakteristikat teknike apo potencialin në mëtejshëm të kësaj arme, po ka konfirmuar për mezha media se municioni përdorur ishte i prodhimit të Ukrainës. Testimi është realizuar në bashkëpunim të ngushtë me prodhuesit dhe njësi ushtarake në zonën e frontit. Përfaqësues të grupit theksuan se ky është vetëm hapi i parë drejt një game më të gjerë armësh inovative që janë në zhvillim. Ne nuk do të zbulojmë detaje, po ky është vetëm fillimi.